kanë friksu intelektualt, kanë detyru të rritikën. Çdo sistemi mbyllur që nuk lëshon avull, shpërthen. Ky sekt ka mbyllur çdo vargut, shtypin, gjykatët, parlamentin, mediat, ka mendu se presioni do të zhduket vetë, por nuk zhduket, presioni akumulohet, dhe ne të rit, gratë, inxhinierët, pedagogët, punëtorët, ne jemi presioni. Prandaj ju socialistë të ndershëm, ju demokrat më ndërgjegje, profesionist, ekspert që doni të jetoni me dinjitet, krenari, integritet, bashkoni për ne, për Shqipërinë e ndershme, të drejtë dhe vizionare, bashkoni për të çbërë pa drejtësi që po godet çdo individ me integritet dhe ndërgjegje. Këto gjëma nuk I lejojnë të ndryshojnë, sepse këtu nuk ka zgjedhje. Frika, blerja votës, regjistrat e manipuluar të gjithë bashkë, sepse ky sekt e ka kuptuar që zgjedhjet janë thjesht një ritual për të menaxhuar dhe jo kontrata me popullin. Nuk ka kohë për indiferencë, koha është tani. Mjek, doktor, mësues, artist, jurist, inxhinier, kamarier, filozof, gazetar, analist, dentist, student, biznesmen, intelektual dhe familje me kulturë e trashëgimi, mos rrini indiferencë, por bashkohuni për Shqipërinë. Shqipëria nuk ka mungesë potenciali, por ka mungesë drejtimi. Prandaj unë një pyes, a do jetë Shqipëria vendi të rive apo korrupsionit? Si inxhiniere, unë flas me plane, struktura dhe sisteme që funksionojnë. Ndaj edhe kam një vizion. Ne do të ndërtojmë Shqipërinë si një projekt inxhinieri kombëtar, me themele të forta, me transparencë dhe meritokraci, me përgjegjësi dhe llogaridhënie, dhe po, ne do ta ngrijmë avionin e Shqipërisë. Por jo si deri më sot, jo me improvizime, por me kushte të plota drejt Bashkimit Evropian, me shqiptarë që jetojnë këtu me dinjitet në vendin e tyre. Sepse kryeministria, ajo ndërtesa atje nuk është e tyre, ajo është e jona, e paguajmë ne, e kemi ndërtuar ne dhe ta marrim mbrapsht me votën tonë, me zërin tonë dhe me praninë sot tonë këtu. Sepse ajo I takon popullit që e do lirinë, meritokracinë dhe zhvillimin. Socialistë demokratë gjithë bashkë ta përzëm këtë sekt kleptoman për Shqipërinë si gjithë Europa. Ndaj ngriuni, bashkoni, veproni, mos prisni nga Shqipëria, jepni për Shqipërinë, rrëzoni murin e korrupsionit dhe ngrini Shqipërinë e meritokracisë, sepse ndryshimi nuk vjen nga frika, ndryshimi vjen nga guximi. Bashkoni me ne për një Shqipëri me ritorinj, për një Shqipëri me meritokraci, për një Shqipëri që nuk iken por ngrihet, sepse Shqipëria është e jona, Shqipëria është e kujt? Rroft Shqipnia, rroft Shkodra jame, rroft populli shqiptar, rroft demokracia! Rroft demokracia! Faleminderit! Vëllezër dhe motra, në këtë moment I ndezim dritat e telefonit. I mbajmë dritat të ndezura. Madje edhe me dritat të ndezura, prohërasim, Rama ik! Rama ik! Rama ik! Në prohërimat Rama ik! Ftojmë në podium kryetarin e Partisë Demokratike, liderin e opozitës, Zotin Sali Berisha. Rama ik! Rama ik! Rama ik! Të gjithë bashkë, Rama ik! Rama ik! Rama ik! Rama ik! Të dashur qytetarë dhe qytetarë, demokrate dhe demokrat, të nderuar deputet dhe aleat Partisë Demokratike, të dashur opozitare dhe opozitar,
shqiptare dhe shqiptar në këtë shesh dhe kudo që ndodhen i sonte, përshëndetjet e mia më të përzemërta për ju, misionar dhe misionare të pamposhtur të Shqipërisë. Sot ne mblidhemi këtu jo thjesht si opozit në këmbë dhe kundër diktaturës autokratike, me serialin më të fuqishëm të protestave, kryengritjes paqësore që Shqipëria ka njohur në 35 vite të fundit. Sot ne mblidhemi këtu jo vetëm si një alternativë e shkëlqyer politike. Sot ne mblidhemi këtu në këtë protestë madhështore si shpresë vetme për shpëtimin e Shqipërisë nga narkoshteti Edi Rams, i bazuar në krimin, drogen dhe vjedhjen e shqiptarëve. Që ne jemi shpresë vetme për Shqipërinë, sot është me qartë se kur për çdo shqiptar, për miqtë e Shqipërisë në botë, të cilë duan që ky vend të dalë sa më parë nga kjo lëngatë e keqe që po e shkreton dhe shkatron trupin e saj. Këte e provuan, pa dyshim, seriali fuqishëm i protestave më gjigante që ka njohur Shqipëria, kryengritja jonë më e fuqishme paqësore. Në protestën kryengritjen paqësore të kaluar, 10.000 qytetar, nga burra, djem, vajza, guzimtar, u përballën në rrugë dhe sheshet e Tiranës si të pamposhtur për orë të tëra, dhëm për dhëm me regjimin. U përballën me ujin e helmuar, gazin lotësjelës, shkopit dhe plumat e gomës, por triumfuan. Por që ne jemi shpresë e vetme për Shqipërinë, u bë akoma më e qartë si drita e diellit të nesërmen e protestës tonë të kaluar. Një protestë e thirrur nga njerëz të nderuar, nga shoqëria civile, në mbrojtje të interesave të qytetarëve shqiptar kundrejt rritjes së madhe të çmimit të naftës.